Shikues nderuar, jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, do të ndaj një bisedë drejt për drejt në studio me deputetin e Partisë Demokratike, Luciano Boçi. Zoti Boçi, përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Kënaqësi. Një kafe me kryeministrin, mund të jetë kjo digitura e përshtatshme për një foto që bëri xhiro në rrjeteve sociale ditën e djeshme? Në fakt do e cilësoja shumë zhurmë për asgjë, sepse fotoja nuk ishte shkaku, ishte pasoja e një debati që u zhvendos nga salla e kuvendit në themi ambientet e kuvendit. Unë hyke ato politikanë që nuk hezitoj që argumentat e mia, pasi arma ime është argumenti, ti paraqes jo vetëm në sallën e parlamentit, ti paraqes jo vetëm në ambiente publike, takime publike, por ti paraqes edhe në takime tjera që vijojnë debatin, siç ishte edhe debati që u zhvillua në kafe, për ato gjëra që në fakt ajo salla nuk ta krijon atë mundësinë kohore, ka një themi mungesë përputhje, kryeministri ka drejtën e fjalës pa kufi, ndërsa deputeti ka drejtën e fjalës aty gjetët kohën, ka zgjatur pak kafe. Madje, domethënë, edhe në replikë i kufizuar vetëm 2 minuta, dhe unë do thoja që nuk ishte thjesht debati i ditës, por debatet tona, midis me, midis zotit Berisha, midis shumë deputetëve të PD-s dhe kryeministrit për një çështje shumë të rëndësishme, siç është çështja e kuotave të universiteteve, ka vazhduar dhe sigurisht ishte një moment i cili kishte edhe themi atë refleksionin e vetë dhe ishte krejtësisht e logjikshme që ai debat vazhdoi pasi situata me maturantët ende vazhdon të jetë e nxehtë, katastrofike dhe në logjikën time duhem përcaktuar qartë cilët janë fajtorët, cilët janë udhëzuesit që ky kryeministër i ndjek dhe cili është produkti. Produkti është një ekipi, produkti është i një personi, sepse në qoftë se unë i referohem situatës që thash është problemi kryesor, në fakt fotoja kaq ishte, unë kam qef gjërat t'i them përballë, t'ia them dhe kryeministrit, t'ia them edhe përfaqësuesve të qeverisë, dhe aty ishte pjesë e rastit që televizja, në mënyrë absolute, mos hym tilla debate, është krejtësisht periferik dhe i parëndësishëm për mua. E rëndësishme është përmbajtja e fotos që ka të bëjë pikërisht me debatin që ishte vazhdim i debatit të brendshëm, qoftë për çështjet që unë parashtrova për maturantët, qoftë edhe për çështjet që zoti Dogjani i vazhdoi për kanabisin në shkolla, për çështjen e filialeve ose filialit më saktë Universitetit të Tiranës në Kukës. Dhe diçka shumë të shkurtër për ta zhvendosur temën që mos orientohemi shumë. Në fakt ju reaguat me njëherë vetëm kaloi shumë pak kohë dhe reaguat. Ndaj kujt reaguat dhe pse u ndihet detyruar në thonjza për të reaguar? Ishte sepse unë vura re që kishte 2 komponentë në fakt, një reagim sqarues dhe deri diku nuk e di kujt doni t'i jepni përgjigje. Me sinqeritet plot, unë nuk dua të vazhdoj me këtë çështje sepse më duket sikur fokusohemi dhe të fokusohemi pastaj ke çështjet ndaj çështjeve tjera që janë të rëndësishme siç i cilësova. Refleksioni im ishte komunikues emocional pozitiv për ndjekësit e mi, për miqtë e mi, i referohesh miqve të mi. Në konceptin tim, thash, është element kaq periferik sa jo spektri politik që ju bëni pjesë, nuk ka lidhje me këtë. Unë respektoj çdo opinion të shprehur në rrjetet sociale, në media online, lidhje me këndvështrimin që kanë ato për një foto pa i ditur përmbajtjen, dhe do thoja që ajo pjesa e kafes është shpesh pjesë debati e jona, nuk është çështje e komunikimit normal, gjithmonë është një situatë e nder aty brenda, madje situatat e debatit brenda asaj kafe në raste të caktuara për gjatë përvojës time kanë degeneruar edhe në situata tjera. Pra të bësh një debat është më se normale. Po e mbyll me një fjalë, shqiptarët pothuajse gjitha debatet politike i bëjnë kafe. Edhe unë në fakt ndoqa dhe instiktin e të qenurit edhe unë publik dhe shqiptar i thjesht në një përplasje të drejt për drejt parimore argumentative me kryeministrin. Dalim ke argumentat, pse shqetësimi ynë është kaq i madh që ne preferojmë të shkelim dhe një parim pa shkruar siç është një ulje me kundërshtarin politik. Po që është normal në fakt, në një shtet funksional dhe në një vend normal. Mos hym ke këto debate, secili ka këndvështrimin e tij, nuk dua të futem në subjektivitetet të këndvështrimeve. Çështja është e tillë sepse edhe sot që shkolla ose universiteti më saktë ka filluar, situata që paraqitet është dramatike për vetë institucionet e arsimit të lartë, universitetet publike dhe universitetet private, sikurse është tërësisht dramatike për studentët. Unë në fakt edhe për gjatë argumentave që paraqita në kuvend edhe për gjatë argumentave që parashtrova dhe debatova me kryeministrin, insistova tek pjesa e konkluzionit. Ishte ai që premtoi që procesi do jetë i shpejtë, pjesa më madhe dhe ai tha të gjithë do regjistrohen për 10 ditë,
më pas dha afate tjera dhe së fundmi ka dalë tek data 27. Unë updateova gjitha dhënat që paraqita në replikën time dhe nuk rezulton data 27. Situata është katastrofike. Madje ky proces, kjo situatë pranimesh ka prodhuar një kaos tillë sa në deg që kanë qenë të kërkuara pjesë të debatit ton prej 2 muajsh gati, vazhdojnë të jenë kuotat bosh. Si mund të jenë kuota bosh në deg tepër të preferuara? Atëherë çfarë ka ndodhur? Nuk është respektuar as merita, nuk është respektuar as preferenca, sepse përndryshe degët e preferuara do ishin sot plotësuara. Po i referohem Universitetit Tiranës, farmacia, dega ndër më të kërkuarat, e dini shumë mirë, nga 80 kuota, 40 sot paragjysore janë të lira. Teknik i lartë laboratori, nga 20 kuota, 32 janë të lira, nuk hapen këto vitet e para me këtë numër studentësh. Fizioterapi, 20 kuota, 32 janë të lira. Dhe logopedi 20 kuota, 18 vende janë të lira. Pra, situata është krejtësisht kaotike dhe ai algoritmi i famshëm që e mbronte në tavolinë kryeministri ka prodhuar pikërisht këtë lloj kaosi. Dhe po të vazhdoj me deg shumë të kërkuara, telekomunikacion, nga 90 kuota, 66 janë të lira, po si mund prodhohet një proces i tillë, kur betejë atyre që kanë mbaruar mirë është që të kapin degët më të mira, më të kërkuara që janë më afër tregut dhe telekomunikacioni është një tillë sikurse është edhe inxhinieria mjedisit ku situata është akoma më, domethënë katastrofë, nga 50 kuota 45 janë të lira. Pra, çfarë ka prodhuar ky proces mishmash që bëhet pjesë e një debati shumë të madh që prodhon edhe efekte periferike? Ka prodhuar atë që ne paralajmëruam, sepse mungoi informacioni, ndryshuan rregullat e lojës, u trysnuan pikërisht maturantët që të bëshin 2 raunde me 2 aplikacione të ndryshme, me 10 preferenca në secilin raund të ndryshëm dhe të vendosura jo në rend kronologjik. Kjo dëmtoi rënd edhe meritën edhe preferencën. Ndërkohë që ministria tregohet krejtësisht e papërgjeshme, kryeministri po i tillë ja hedhin topin dhe ja lën në derë pikërisht universiteteve dhe akoma më keq vetë maturantëve duke i cilësuar dhe në raste të caktuara të pavëmendshëm dhe të papërgjegjshëm. Ndërkohë që jemi përballë një procesi i cili do e nxirka në dritë kryeministrin që janë fazat 48 orëshe, pra u dha data 27, ndërkohë që në NZ, në tavolinë, jashtë tavolinës, kryeministri vazhdon të theksojë që procesi do vazhdojë deri në mbushjen e kuotave. A është e mundshme një gjë e tillë, një konkludim i tillë? Sigurisht kuotat janë shumë dhe numri i aplikantëve është më i vogël se numri i kuotave, pavarësisht se kryeministri në daljet e tij në 2013 na akuzonte ne për hapjen e dyerve të universiteteve. E bëri këtë sepse jemi në vit elektoral. Dhe përderisa ky proces ka degeneruar, themi që në pyetjen do futen apo jo studentët në shkollë, thoshte kryeministri në seancë, do futen në universitet, atëherë procesi ka rënë, sepse maturantët aplikojnë për drejt studimi sipas rezultateve, investimit tyre, që ne e konceptojmë si merit, dhe sipas dëshirave tyre që janë preferenciale për deg caktuara. Pra nuk janë më këto kolona. Ka rënë dhe merita dhe preferenca. Qëllimi i qeverisë, qëllimi i kryeministrit që dali i larë me shqiptarët është që thjesht maturantët të shkojnë në një deg X. Edhe nëse ata nuk e duan, thjesht të regjistrohen, sepse kjo ndodhi në vazhdimsi. Pse ka sot kuota të lira në degët preferenciale? Sepse tërësia ishte shumë e madhe, jo, tërësia ishte shumë e madhe dhe mungesa e preferencës bëri që nxënës shumë të mirë, maturantë shumë të mirë, të regjistroheshin me urgjencë nga paniku, sepse për ndryshe humbisnin të drejtën e vazhdimit garës, që ishte një nga defektet më të mëdhaja. Dhe nuk i lejohesh e drejta e çregjistrimit, që në bazë të konkurimit ai të kishte të drejtë të çregjistrohesh në degën që e kishte preferencë në mendjen e tij të pestë dhe më pas të kapte farmacinë që e kishte vendosur në mendjen e tij se procesi nuk ja lejonte si preferencë të parë. Në morin argumenteve ju keni përdorur edhe sektorin privat, zoti Boçi. Ku Po, e kemi përmendur sektorin privat. Në fakt, ka 2 situata për sektorin privat. Ka një situatë favorizuese, që është anatemuar nga ne, ose është denoncuar nga ne, sikurse ka një situatë aktuale jo të gjendjes mirë të numrit studentëve që kanë frekuentuar sektorin privat. I referohen mesatarës tyre? Pjesa, jo, i referohem hyrjeve dhe regjistrimeve në stadin aktual ku ne po flasim. Argumentat tona për trysnim dhe favorizim
kanë bëjnë pikërisht me trajtimin e universiteteve private të barabartë me universitetet publike në momentin e lancimit të procesit të pranimit. Universitetet private, PD-ja nuk është kundër universiteteve private, ka qenë favorizuese e tyre madje, nuk mund të jetë universiteti privat i barabartë, është alternativ në gjitha vendet. Është alternativ, madje në qoftë se do konsiderohesh i tillë sot universiteti privat do ishte një ndihmë shumë e madhe për qeverisjen si shfryrje mungesës së dëshirave të paplotësuara të studentëve dhe një pjesë e madhe do i realizonin këto dëshira në bazë të ardhurave financiare tek universitetet private, sepse nuk mund t'i thuash një maturanti që ke fituar të drejtën e studimit, kur ai di shumë mirë që do paguaj nga xhepi i vet dhe i familjes 2.500 euro, 2.000 euro, 1.500 euro sipas degëve. Pra nuk është fitim i drejtës, nuk është kontribut shoqëror, nuk është subvencion qeveritar për drejtat e studimit për ato studentë që hynë në universitetet private. Kjo ishte një arsye. Çështja tjetër e favorizimit ka të bëjë dhe me mënyrën se si u ndryshuan VKM-t. Këtu pretendoj VKM 24, e cila përcaktonte procedurën e regjistrimit të masterave në universitetet publike dhe private. Edhe në ligjin e arsimit të dy universitetet, llojet publike jo publike, nuk i nënshtrohen të njëjtave ligje për shumë situata të barabarta, por kanë ligje të ndryshme dhe duhen trajtuar në mënyrë diferencuar, por jo favorizuese. Sepse në regjistrimin e masterave për universitetet shtetërore, udhëzimi hynte në fuqi është hartuar në datën 6, është shpërndar, hynte në fuqi në datën 7, në ora 6 dhe 8-a ishte e shtunë, 9-a i binte e diel, afati i regjistrimit ishte deri në datën 11. Pra të mos frekuentohesh, ndërkohë që universitetit privat ju la një hapësirë një javore e më vonshme për regjistrimin e tyre. Këtu ka dhe situata tjera ligjore që universitetet publike janë duke i zgjidhur, që kanë bëjnë me mbrojtjen e gjuhës angleze si provim hyrës, ka debat madh ligjor në lidhje me këtë. Ndërsa për pjesën e favorizimit të universiteteve private në fazën e pranimit ishte aplikimi në raundin e dytë. Në raundin e dytë u krijua një panik shumë i madh për shkak të daljes së themi 10 preferencave për një nxënës dhe një pjesë e madhe e maturantëve shumë të mirë preferuan që në aplikimin e raundit të dytë të vendosnin si tampon sigurie në kërkesat e tyre nga 10 preferenca, një preferencë në universitet privat. Jo të gjithë kanë shkuar, kjo është e vërtet, sepse duhet trajtuar edhe një herë për të mirën e universitetit privat, duhet trajtuar si alternativ. Pra, me veprimin që bëri, në një krah e favorizoi duke dëmtuar universitetin publik, në krahun tjetër i bëri dëm universitetit privat, duke e lënë dhe atë me një këmbë në gjitha kuotat e regjistruara, duke e lënë dhe atë në një proces shumë të vështirë financiar, pasi dihet që universiteti privat në mbështetet në të ardhurat financiare. Në qoftë se do ishte alternativ, në qoftë se do korrigjoheshin disa gjëra të vogla nga procesi maturës shtetërore, atëherë dhe universitetet private do ishin situatën vlerësuese pozitive edhe për gjendjen e tyre, edhe në raport me universitetet publike, por dhe qeveria vetë në raport me ta. Sot qeveria nuk mund mbrohet, që unë nuk i favorizoj se numri i kuotave i tyre është i ulët. Jo, i doli llogaria gabim, sepse rrugën, trysnimin, procesin e favorizuan. Defavorizimi ndodhi në korrjen e rezultatit. Dhe ky defavorizim për këtë proces është i tillë jo vetëm për universitetet private, por dhe universitetet publike. Është dhënë një shifër 70%, domethënë është një shifër me cilën këto krenohen, është absurde, kur unë e thash, universiteti ka filluar dhe duhet ishte spaku 95% e studentëve në auditore, madje ajo shifra sipas edhe këtyre që lexova unë, besoj që nuk është 70%, është më e vogël, për degë veçanta dhe për universitetet të rretheve rreziku është më i madh. Konsideroj këtu Universitetin Gjirokastrës, i cili nga kuotat e referuara rrezikon që të mbyllet si universitet. Ndërkohë, po hap një parantezë, në 2013 kjo qeverisje për arsimin rahu gjoksin që do kishte dek preferenciale, dek strategjike, dek të mbrojtura, do ketë dek zhvillimit rajonal, cila do ishin pjesë e zhvillimeve të universiteteve rajonale dhe universiteteve kryesore. Dhe sot jemi në një kaos total, nuk ka as dek tilla, nuk ka as sqarime tilla, jemi me kuota të rritura 30% për studentët dhe familjet shqiptare dhe jemi në një situatë ku një pjesë e mirë e maturantëve rrezikon të humbas të drejtën e vazhdimit të universiteteve. Si dilet nga kjo situatë? Duke që ka një qëndrim stoik nga qeveria për mos u tërhequr nga ky ligj. Po i referohem prap debatit që kanë bërë.
Kryeministri në debatin që bëm në atë kafen e famshme, ishte i bindur që nuk tërhiqesh nga kjo. Dhe algoritmi do e nxirrte faqe bardhë, do vazhdoj deri në infinit. Kur deri në infinit? Sepse programet mësimore kanë javët e tyre në dispozicion, raporti i kurrikulës me programin i orëve është një element i cili është elementi themelor i cilësisë diplomës dhe i akreditimit të universiteteve. Kur do përfundoj ky proces atëherë? Pra, kjo mos tërheqje tregon një kokforci dhe arrogancë tjetër dhe një cinizëm të kryeministrit për të vazhduar atë tallje që ai e nisi, që e paralajmëruam që dha rezultatin. Për mua e vetmja mënyrë dalje, të kuptoj, është një vendimarrje e re. A do ta bëj, a do të pranoj vetë Rama gabimin e tij? Rama ka treguar që përgjatë kësaj qeverisje ka bërë gabime shumë të mëdha dhe nuk është tërhequr asnjëherë nga gabimet e tij. Dhe unë nuk shoh dritë jeshile që përsëri do ketë një tërheqje e tij nga ky gabim i madh, me gjithë kërkesën tonë për gjetur një zgjidhje shumë të mirë dhe shumë dalse për maturantët. Do kërkoja edhe mirëkuptimin tuaj për një pyetje të fundit, një përgjigje shumë të shkurtër, lutem. Është mbyllur sot filiali i Universitetit të Tiranës në Kukës. Auditorët kanë qenë poshtë dhe kanë qenë pjesëmarrës vetëm studentët që kanë provime të mbarë. Sigurisht ishte pjesë e debateve tona, pjesë e shqetësimit të deputetit Dogjani, duke qenë më afër elektoratit në zonën e tij për këtë filial, ai ngriti këtë shqetësim, unë ngrita shqetësimin e Universitetit të Elbasanit. Dhe në fakt, situata që ju raportuat është e trisht, pasi nuk mund të ketë filial me një numër studentësh sa gishtat e dorës. Ishte një strategji e zgjedhur nga Rama për shkak të shpërndarjes geografike, gjoja në emër të cilësisë edhe të mungesës së kontrollit që vuri veton për mbylljen e filialeve shumë themi rezultative në kuptimin e efekteve ekonomike dhe efekteve sociale në zona caktuara, siç ishte filiali i Kukësit dhe filiali i Peshkopis. Filialet mbartin një lloj debati në të vërtetë, por është një debat i cili duhet të zgjidhet si debat në konferencën e rektorëve dhe midis akademikëve dhe jo të ketë zgjidhje politike preferenciale siç bën Rama, kur godet një universitet dhe njëkohësisht favorizon një universitet në një vend X, i cili ka po të njëjtat parametra cilësor si ai që mbyllet. Do të bëj faleminderit që ishin në studio. Faleminderit dhe ju.